pjesa, ndërsa Drenica, kur e dim që është inkuadru domosdoshmë Super League, ka bo shumë ndryshime në formacion, apo ka bo shumë prurjes që për mendimin tem nuk ka qenë mendimi im është domosdoshmë nuk kanë qenë duhra dhe të shëllunë të gjitha ato që kanë ardhur, sepse ka pasur disa futbollistë vendor aty që të paktën kanë qenë edhe 3 futbollistë që është dashur jenë pjesë e skuadrës, pa dashur me a mund është një përmend emra të cilët janë? Po më e përmend edhe emra se kam problem, ka është mendimi jam, po sipas teje. Kum punu në atë skuadër për 15 vjet, kam punu edhe me ata futbollistë, ka qenë Besfort Dervishit që ju ka dashur mendoj Drenicës, Ermal Veliçi, Osman Mziu, të 3 besoj që tash gjithçka varet pej trenerit që është aty edhe pej stafit trenera, por unë po mendoj nëse unë do isha kon, do të kishin me qenë edhe ata 3 pjesë e skuadrës, pavarësisht a do të ishin titullar apo bon rezervë, sepse asnjë futbollist nuk i garantohet që në fund funit do të me qenë titullar.